Miq Prizmus, emisionin e sotëm do ta filloj me Alesia Balliun. Sigurisht do ta keni vure kur në opinione përshfaq mendimin e saj për Partinë Demokratike. Është një demokrate. Është një demokrate dhe është nga ato demokratët e një brezi i cili nuk ka frikë t'ia thot në sy dhe përballë, duke mos u larguar nga Partia Demokratike, edhe padronit të partisë, Sali Berishës. Dhe i thot dy gjëra të qarta. Edhe në momentin kur ka vendosur të kandidojë. Me ka marrë pikërisht shkrimin e saj, dashur qytetar demokrat. Kam vendosur të kandidojë përballë Sali Berishës për drejtimin e Partisë Demokratike në një momentet më të vështira. Po dyja në linjat e veprimit të saj. Alesia Balliu nuk është dakord për humbjet e një pasnjëshme. Dhe justifikimin për humbjet. Ajo e thot qartë, bile unë po mundohem ta bëj akoma më të thjeshtë. Nuk mund të vazhdojmë të justifikohem, humbjet kanë një arsye. Bile gati janë qëllimshme. Humbjet e një pasnjëshme nuk janë një rastësi. Janë zgjedhje. Janë pasojë një leadershipi që nuk largohet dhe kur vota flet kundër tij. Në këtë lloj mënyre, Alesia Balliu është më e qartë. Është shumë më e qartë, mbi fjala, dhe më e drejtë për drejtë se Salinjani, që sigurisht edhe ai mund të kandidojë. Dhe normalisht, Alesia Balliu është shumë herë më e qartë dhe shumë herë më e përpikë se sa Evi Kokalari, e cila sigurisht ngatron shpeshherë gjeografitë, religionin, ngatron produktin politik të këtij vendi me atë që mbi fjala është mësuar në arrogancën e një pro-amerikanizmi që sigurisht ka dhe duhet falenderuar për këtë gjë. Ngatron shumë elemente që nuk i ka njohur mirë këtu, që kur në fillimet e saj thoshte për Sali Berishën që mund të jetë një konservator. Duke bërë gafa të jashtëzakonshme nga fundi, se nga fillimi hajde të gjithë kemi bërë këto gafa. Pra, Alesia Balliu është më e qartë se thot janë pasojë e një kulture që vendos individin mbi partinë dhe partinë mbi demokratët. Është fantastike në këtë drejtim. E respektoj shumë. Të gjithë demokratët normal duhet mendojnë si Alesia. Dhe për më tepër, linja 2, shumë e qartë e saj, statuti i partisë. I mirë i keq ai është, po këtë statut ai nuk do ta zbatoj kurrë. Edhe atë që konsiderohet një farë famshëm Neni Basha. Nuk ka statut që mund të zbatojë një folk bolshevik. Sepse ai sigurisht i hedh fajet gjithkund, po jo ke vetja. Sigurisht ai pranon zgjedhjet, i ka pranuar, praktikisht ka hyrë në parlamente, por nuk pranon se ka humbur. Dhe duke mos humbur, thotë nuk kam humbur, mi kanë vjedhur, po nuk jap dorëheqjen. Alesia thot statuti i Partisë Demokratike nuk është dekor. Është kufiri që ndan një parti demokratike nga një parti personale, dhe kur ky kufi shkelet, nuk prishet thjesht një rregull, prishet vetë besimi. Një parti që nuk respekton rregullat e veta nuk mund të kërkojë të qeverisë një vend. Alesia është e qartë, plotësisht e qartë. Tash aty majmunati që ndjek mrapa, si më thënë, shefin e Planet Monkey, që është Sali Berisha, mund t'i thonë pastaj tradhtare e Ramës, ku diun që ta shpallin tradhtar më herë, por ajo është e qartë në këtë drejtim. Partia Demokratike nuk mund të drejtohet nga një person në listën non grata. Është linja e tretë, po për mua nuk ka rëndësi. Dy linjat e para, humbjet e një pasnjëshme, bile edhe me qëllim për të mbajtur pushtetin parti. Mos zbatimi i statutit ju shtohet dhe linja non grata. Nuk mund të ketë në krye një kryetar që sulmon institucionet e drejtësisë së pak. Nuk u krijua për të qenë pronë individis, PD-ja. Ai u krijua për të bërë një derë, si më thënë, komunikimi me partnerët tonë strategjik, përfshirë edhe bashkuar dhe për të sjellë zërin e shqiptarëve në arenën ndërkombëtare. Një kryetar që sulmon drejtësinë ose prish besimin me aleatët tanë nuk mund të përfaqësojnë këtë mision. Kjo është arsyeja, thot Alesia, që parti është boshatisur nga brenda.
Jo vetëm nga njerëzit, por nga mendimi. Alesja është jashtëzakonisht e qartë. Jashtëzakonisht e qartë dhe unë personalisht e shoh si njeriu më të përshtatshëm për të thënë jam i sigurt që do humbi përballë Sali Berishës dhe Alesja vetë është e sigurt se aty është ligji folk bolshevizmit, është një parti folk bolshevike, pronë e Sali Berishës. Ajo nuk mund të dalë me mënyra demokratike si kundër vepron Alesja. Por Alesja bën një veprim të madh, ndriçon rrugën. Ndriçon rrugën, ka marrë një s'po themi pishtar tash, po ka marrë një elektrik dore të fuqishëm, një llampë të madhe, e ka çuar mi kokën e saj dhe bën dritë. Thot ato çka ka për t'i thënë, edhe sigurisht është një ndriçim që ju bën edhe demokratëve të tjerë. Ka guximin, ka kurrajin dhe artikulimin jashtëzakonisht mirë. Të lumt Alesja. Të lumt. Sigurisht kështu veprojnë demokratët. Mund mos jem shumë dakord me ty për shumë veprime, sidomos aty në rjoll pa i ditur mirë gjërat, por e bën për të qenë pranë njerëzve të cilëve të mendon se mund t'i kenë hangur të drejtën, mund t'ja kenë ngrënë të drejtën, mund t'i kenë rënë qafë. Kur sigurisht gjërat do të dalin më vonë që as kërkush t'ju ka rënë qafë, edhe aty janë vetëm zaptues. Bregdeti ka qenë i gjithë i tokë e shtetit, edhe pjesët e pronës që kanë qenë janë shkruara mirë. Se ku janë dhe ku nuk janë. Alesja është një grua, femër, vajzë fantastike, e cila i thot gjërat jashtëzakonisht qartë. Tjetra që kam bërë është një model fotografish, është kjo këtu, në 50 vjetorin e EPP-s, partive 50 vjetorin e themelimit të grupit popullor, partive popullore evropiane, në 1976, dhe janë fotografit përkatëse, bile dhe bardhëzi. Dhe janë firmat, i kam gjetur, gjithmonë kam qenë i regjistruar në sajtin e tyre, kam marrë çtuat e çbëra Silvizin. Dhe është një fotografi këtu. Kjo këtu. Po këtu nuk shifet Sali Berisha. Dhe unë pikërisht këtë kam thënë. Kush e gjen komunistin e vitit 1968, grupi i partive popullore shformuar në 76. Sali Berisha është komunisti i 1968-s, i Partisë Punës Shqipërisë, i Partisë Enver Hoxhës. Kush e gjen komunistin e vitit 1968, Sali Berisha në foton e familjes partive popullore evropiane në 50 vjetorin e formimit të grupimi politik. Nuk ka më keq që një folk bolshevik të mbijetojë në 2026 dhe të shkojë të bëj fotografi me ata. Me ata aty. Një komunist. Në 76 ka qenë komunist. Merrte vendime drastike. Shkonte në familjen e Enver Hoxhës, drekonte e darkonte aty, rrinte me fëmijët e tij, merrte vendime obskurantiste dhe të poshtra në organizatën bazë të partisë dhe ishte sekretar partije një i organizatave bazë. Bile jo bazë, po një organizate shumë të rëndësishme që ishin spitale. Janë të lutur deputetët, sidomos ato të Shkodrës, edhe ata sharsit, fyersit, facebookistët, ta gjejnë se ku është ky person i vicitorit, ta gjejnë Berishën në foto. Në 1976, Sali Berisha festonte 8 vjetorin si antar i Partisë Punës Shqipërisë, kur formoheshin Partitë Popullore Evropiane. Kjo ishte e dyta. Tjetra që desha të them, është interesante edhe kjo. Është një video, compilation, kjo këtu. Do të dëgjoni. Edhe e kam quajtur Berisha përballë bardhit. Por nuk ka më të poshtër se sa një poshtër që duke qenë i poshtër shan të poshtrin për të vazhduar me të rrugën e poshtërsisë. Dëgjoni çfarë thon. Dashuria e madhe
për Sali Berishën, më. Është e pavërtet kjo. Duhet të falënderoj përzemërsisht zotin Bardhi. A e dini ju që Gazi, Jorka, nuk dalin dot nga shtëpia, e ka të merr. Gazi, Elbasani i Vjetikët, nuk do të jetoj. Me zotin Berisha në krye të PD-s, Partia Demokratike nuk vjen dot në pushtet. Bardhi dhe Balla janë përgjegjësit direkt politik për atë gjakderdhje. Me sa duket zoti Berisha bën politikë mbi vdekjen. Përgjegjësi ka nga zbardhi. Të ndodhi një vrasje aty. Djali i zotit Berisha ka qenë i përfshirë në afera të caktuara korruptive. Sepse bëj marrëveshje me Tauland Ballën. Nuk e besoj që është e ardhmja e Partisë Demokratike. Babi Zenit njeriu të vetëm përgjigjes për 26 februar në Gërdet. Ashtu siç edhe në të shkuar, me trafikant droge, ka shqyer dhe shkelmuar. Gasman Bardhi lufton për të shpëtuar shpirtin e tij. Nëse zoti Berisha do të jetë kryetari i Partisë Demokratike, unë mbyll karrierën time politike. Është i pashpër. Ky është Bardhi, ky është Berisha. Këta janë. Çfarë mund të themi më tepër se kaq? Çfarë t'ju thuash këtyre? Këta janë aty pastaj për të shkuar ke Partitë Popullore, këta tipat këtu. Kjo është Partia Demokratike. Kjo është Partia Demokratike. Sali Berisha dhe Gazmend Bardhi janë tipat ndryshëm, por kjo është Partia Demokratike. Po ti futesh në mes edhe Flamur se nuk mund t'i ndaj dot, edhe Albanën e Tritan Shehun, edhe të tjerë anash, deri ke Motrit, kjo tabakja me këta Ali Mehmetin që janë konformuar me marrëzinë tipike të Partisë Sali Berishës, atëherë bëhet e plot e shkëlqyer ajo situata me cilën do përballet Alesa Balliu në partinë e saj. Një demokrate normale, e re dhe njëkohësisht me mendime të qarta, me këta tipat që gjithmonë e kanë mirë Partinë Demokratike, jo vetëm duke mos i dhënë, por duke e dhënë në opozitë, duke e shkatruar shpirtërisht, fizikisht, moralisht, estetikisht, është edhe e shëmtuar. Kjo ishte tjetra që desha të toja. Pastaj kam trajtuar një problem shumë interesant të një ishulli i quhet Karg, dhe që është një ishull strategjik i jashtëzakonshëm. Ilustrimi është ky, po e shihni, që kontrollon ngushticën e Hormuzit, kontrollon naftën, kontrollon rrugën, dhe njëkohësisht është si robinet. Është i mbrojtur, është i fortifikuar, është nyje strategjike, pikërisht në atë ngushticën fantastike ku kalon 80% e gregjës, e karburantit, naftës, kryesisht për Azi, 20% janë për në Evropë. Gjithë Azia po thuaj aty merr naftë në atë gjë. Sepse edhe prodhimet e Kuvajtit, edhe prodhimet e Sauditëve, edhe prodhimet do të kalojnë aty në një farë mënyre. Në Irani po ashtu, dhe ajo kontrollohet. Të tjerë do t'i binë nga krau tjetër. Mirë po, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që anija amfib zbarkuese më e madhe e botës, US Tripoli, me 2500 marinca, i është afruar. Dhe të gjithë bëjnë një pyetje. Është një anije e cila është jashtëzakonisht është ndërtuar për të pushtuar. Dhe të gjithë thonë tash, kush është mundësia? Irani sigurisht jo, nuk i intereson. Praktikisht kjo luftë nuk po bëhet as për naftën, po bëhet për të kontrolluar situatën me një shtet i cili është i pakontrollueshëm. Është i pakontrollueshëm edhe është shtet tashmë armik edhe me shtetet e gjirit aty. Është armik me Omanin, është armik me Katarin, është armik me Kuvajtin, është armik me Sauditët, është armik me Emiratet e Bashkuara Arabe, në vendet që kanë 60% të prodhimit të karburantit në botë. Po t'i shtos se Amerika ka vetë naftën, është vendi i parë i prodhimit naftës në botë, dhe ka edhe Venezuelën tash. Atëherë kush meten? Rusia me kë? Pra kemi të bëjmë me zonën më nevralgjike, e cila është pa kontrolluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga perëndimi. Dhe nuk është çështje vetëm e naftës. Këtë tash po e thonë gjithë. Amerika sot vetëm për naftë nuk ka nevojë, ka sa të duash, ka marrë Venezuelën. Do të kontrolloj
sigurisht do të kontrolloj atë pjesë të pakontrollueshme e cila është e pakontrollueshme nga një shtet ideologjik, teokratik, dhe që u bën aty miqve të Amerikës dëm. Dhe ata po e përkrajnë, sot mblidhen për të vendosur përfundimisht pastaj edhe luftën në Iranit, sepse ai po i gjuan. E nuk është çështje vetëm e Izraelit. Ai është një diskurs në vete. Izraeli ka hesabet e tija, dhe Irani hesabet e tija. Ka shumë hesabet vjetra. Po përballë një teokracie, përballë një vend ideologjik, nuk ka zgjidhje tjera. Edhe nuk kanë zgjidhje të tjera pikërisht ato vende. S'kan Sauditët, nuk kanë Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk ka Katari, nuk ka Omani, nuk ka as Iraku, nuk ka as Kuvaiti. Dhe sigurisht filloni nga çmohet Siria, Jordania dhe Turqia. Pra kemi të bëjmë me rajonin, dhe këtë rajon duhet patjetër të merren vesh me Dajsemin ose Xhio Daj Trumpin. Nuk është çështje vetëm e naftës. Ajo është primarja, por nuk luhet kjo punë. Janë miqt dhe është zona për të vënë në kontroll. Nuk mund të thuhet që Amerika e bën gjithë të se ka nevojë për naftën. Nuk ka nevojë për naftën. Ka naftë, sa të duash. Bile mund të bëj marrëveshje edhe me Rusi sa herë të doj, siç qaliroj, dhe nafta të vërshojë nëpër botë, s'është një problem. Kontrollohet aty kalimi i naftës të tjerëve, jo vetëm e Iranit. Është nafta e Kuvajtit që kalon aty, e Sauditëve që kalojnë aty. Dhe pak a shumë i gjithat i gjiri që kalon aty. Në këtë pikë, ky është edhe momenti për të thënë, ore, do ta kapin, do futen Amerikanë tash me marinca ta kapin atishu, që është shumë e vështirë edhe ata ta kapësh ushtarakisht. Jo se Amerikanët nuk e pushtojnë, ata e pushtojnë, mund ta shujnë fare nga ishu dhe kthejnë në ujë. Por nuk është kjo kërkesa. Amerikanët nuk po gjuajnë rafininë e naftës. Po i gjuan Iranin në Kuvajt, në Katar. Në Katar kishte gjuajtur rafineri nafte. Dhe kjo është armiqësi e jashtëzakonshme. Amerikanët nuk kanë gjuajtur një, edhe izraelitëve ja kanë ndaluar dorën të gjuajnë rafineritë e naftës të Iran. Kanë gjuajtur objekte, sigurisht ka dëme kolaterale, por kanë gjuajtur objekte ushtarake, zyra, inteligjencë, vende ku ruhen dronet, ku janë raketat, ku janë pajisjet ushtarake, fabrika, ku janë rafineritë. Irani ndërkohë po gjuan rafineritë. Kjo tash i detyron që të kapësh këtë pikë. Ndoshta mund ta pushtojnë, ndoshta nuk do ta pushtojnë, nëse është plani për ta pushtuar, do ta pushtojnë, do kontrollojnë atë zonë. Jo se do të marrin naftën e Iranit, Irani kur duash i mbyll ato tuba, mund bëhet edhe zonë goditje, por sigurisht mund bëhet zonë goditje duke liruar pak të tjerët dhe për të goditur ishulli, ku janë Amerikanë. Megjithatë një përforcim i madh nuk e çojë bën sepse janë teknologjikisht lartë. Është shumë e vështirë, por ndërkohë mund të jetë mjet presioni i jashtëzakonshëm për të nesërmen. Unë besoj që është më tepër mjet presioni kur ti afron mjetin amfib më të madh të botës, që është USA Tripoli, domethënë ti kërcënon, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërcënojnë për pushtim dikë aty afër. Edhe sigurisht ata mund ta pushtojnë, mund ta bombardojnë, mund ta zhdukin nga faqja e jote. Çfarë përfitojnë? Çfarë kontrollojnë me të? Kjo është pastaj edhe strategjike ushtarake, po është edhe geostrategji financiare ekonomike dhe për më tepër politike. Çfarë do bëjnë, si do administrohet? Këto vetëm ato letrat e shumë detajuara në përshtatjet e përgjithshme ose në mendjen atyre që do bëjnë veprimin janë, që ne vetëm duhet mendojmë që po e sulmuan, duan të kontrollojnë zonën edhe njëkohësisht të bëjnë një marrje e cila pushtim i cili bën përjetësinë aty, ose qëndrimin, kërcënimin e jashtëzakonshëm të një fuqisë më të madhe ushtarake, e cila është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për atë zonë e cila prish botën. Ai gjiri i Hormuzit aty, ngushtica e Hormuzit, normalisht e fut botën në një pjesë të sidomos Azinë, e cila ka kërkesa të mëdha. Azia është pjesa më e madhe e kërkesës së karburantit. Nuk është Evropa më.
Las Amerika. Asia ka miliarda njerëz. Kupton? Në këtë pikë është jashtëzakonshme. A do ta bëjnë? Nuk e di. Shohim. A është e menduar, është aventurë, është një luftë e stërgjatshme, apo një farë mënyrë do të detyroj palët të ulen dhe të merren vesh. Unë them se kjo po kërkohet, që të ulen dhe të merren vesh. Thuhet ne jemi një regjim, por ne jemi një regjim i cili nuk do lodhesi më lojnat që ka luajtur deri tani. Sepse ju janë vrarë shumë njerëz regjimit, ju është shkatruar ushtria, ju janë shkatruar shumë elementë të cilët mund ta mbrojnë, ai shtet pa armatim tash praktikisht mbrojtës, sepse aty mund të fluturojë edhe një avion i vogël, nuk kanë çfarë i bëjnë më. Nuk ka flotë më, nuk ka asgjë, sepse ja kanë shkatruar, do t'ja shkatrojnë. Por ai mbetet një vend i cili nuk mund të pushtohet, sepse e para ka një popull të mirë, po që nuk mund ta heqë dot atë regjim që kanë qaf. Dhe e dyta, regjimet ideologjike, teokratike bëjnë gjak. As kërkush nuk e do këtë bëj gjak. Dakord, miqtë e mi?